Aktoria Egla Ceno është dënuar me 1 milion lekë të vjetra gjop nga gjykata e Tiranës, pasi është gjetur fajtore për veprën penale të shpifjes, në dëm të gazetarit dhe drejtuesit të emisionit investigativ Sajmir Kodra. Vendimi është marrë këtë të martë dhe siç është lexuar në sallën e gjyqit, Egla Ceno është shpallur fajtore dhe Sajmir Kodra pale dëmtuar. Gjatë një deklarate televizive, aktoria deklaroi se ishte ngacmuar seksualisht nga gazetari Sajmir Kodra, kur kishte shkuar për punë. Rasti bëri bujë të madhe dhe gazetari njoftoi se do t'i drejtohej gjykatës. Rasti përfundoi para tokave të zeza dhe Egla Ceno është pyetur sërish për deklaratën e saj publike në dëm të Sajmir Kodrës, ku raportohet se ka dhënë disa versione kontradiktore, çka ka bërë që gjykata e Tiranës t'i gjejë ato të pabaza dhe ta shpall aktoren fajtore. Fillimisht ajo deklaroi se kishte frikë të paraqitej në gjykatë. Më pas në një tjetër deklarim tha se nuk e kishte përmendur Sajmir Kodrën, duke u justifikuar se kishte dhënë vetëm mbiemrin Kodra, pa e përmendur emrin. Në një seancë të mëvonshme ajo ndryshoi sërish qendrim, duke pohuar se deklaratat e saj nuk kishin të bënin me Sajmir Kodrën personalisht, por me një kauzë simbolike për gratë e abuzuara seksualisht. Me vendim të gjykatës së shkallës së parë Tiranë, aktoria Egla Ceno është shpallur fajtore për akuzën e shpifjes dhe është dënuar me 1 milion lekë të vjetra gjop, pasi deklaratat e saj publike kanë cënuar reputacionin e gazetarit Sajmir Kodra dhe i kanë shkaktuar këtij të fundit dëm të padrejtë. Rrezikon vendin e punës, karrierën, dinjitetin, moralin, miqësitë. Prandaj, kur një grua flet në vendin tonë, është revolucion. Unë nuk kërkoj të më kuptojnë të gjithë. Kërkoj që drejtësia të bëj punën e saj pa censur, pa paragjykim, pa frikën e zhurmës mediatike, pa presionin e audiencës. Unë nuk kërkoj të akmerrem apo të turpëroj në do kënd. Kërkoj që fjala e një gruaje të mos jetë a priori e paragjykuar dhe pa besueshme. Që e vërteta edhe kur është e pakëndshme, të mos dënohet. Ky gjyq nuk është vetëm imi. I përket shumë grave që nuk guxojnë të flasin. Të flasësh për këtë plagë të madhe sociale, edhe të dënohesh, do të thotë vetëm një gjë: mbyllë gojën.